mirë se vini në kanalin tonë Fuqia e Trurit. A e dini se pirja ujit të ftohtë mund të ketë pasoja serioze për shëndetin tuaj? Në këtë video do të zbulojmë arsyet pse duhet të jeni të kujdesshëm me konsumin e ujit të ftohtë, veçanërisht gjatë verës ose pas aktivitetit fizik. Para se të vazhdojmë, bëni subscribe që të mos humbisni asnjë video me përmbajtje me vlerë. Së pari, uji i ftohtë mund të shkaktojë dhimbje koke. Kur pini ujë shumë të ftohtë, enët e gjakut në kokë ngushtohen menjëherë, duke shkaktuar dhimbje të papritura të ngjashme me atë që quajmë truri i ngrirë. Së dyti, konsumi i shpeshtë i ujit të ftohtë mund të dehidratojë trupin. Edhe pse duket paradoksale, trupi juaj harxhon më shumë energji për ta ngrohur ujin deri në temperaturën e brendshme, gjë që mund të ndikojë në procesin e hidratimit efektiv. Gjithashtu, uji i ftohtë mund të shkaktojë lodhje. Në vend që të ndiheni më energjik pas pirjes së ujit, trupi juaj mund të reagojë me një ndjenjë lodhjeje, për shkak të stresit që i shkakton ndryshimi menjëhershëm i temperaturës. Një tjetër pasojë e mundshme është krijimi i gurëve në veshka. Konsumi i parregullt i ujit, veçanërisht kur pini vetëm kur jeni shumë të etur dhe në sasi të mëdha, mund të ndikojë negativisht në funksionin e veshkave, duke shtuar rrezikun për formimin e gurëve. Përveç kësaj, uji shumë i ftohtë mund të ngadalsojë rrahjet e zemrës. Kjo ndodh për shkak të stimulimit të nervit vagoz, i cili luan rol në kontrollin e ritmit kardiak. Në raste të rralla, kjo mund të çojë në ndjesi marrëmendjeje apo të vekët. Megjithse uji i ftohtë mund të jetë freskues, nuk është gjithmonë zgjedhja më e mirë për shëndetin tuaj. Pini ujë në temperaturë dhome, veçanërisht pas ushtrimeve fizike në mëngjes ose kur ndiheni të lodhur. Shëndeti fillon nga zgjedhjet e vogla të përditshme. Kujdesuni për trupin tuaj dhe filloni nga mënyra si pini ujë. Kaq për këtë video. Faleminderit që na ndoqët dhe për më shumë video të tilla, bëni subscribe, like dhe comment.